Shqipëria mori një fitore domethënëse dhe shumë heroike në tokën serbe kundër rivalit të përbetuar. Goli i Rejmanajt në fundin e pjesës së parë i dha 3 pikët kombëtares ndaj Serbisë. Sulmuesi Armando Broja ishte prezent në fushë, por nuk mundi të shënojë. Së fundmi 24 vjeçari shqiptar ka bërë një postim në rrjetin social Instagram. Kjo fitore është për të gjithë ata që kanë gjak shqiptari në trupin e tyre, shkruan sulmuesi i Burnley. Shanset që Shqipëria të kualifikohet në finalet e botërorit 2026 janë të mëdha, ndërsa 2 ndeshjet e mbetura në grupin kërkojnë ndaj Andorrës dhe Anglisë. Kombëtarja shqiptare ka arritur që fal fitores 1-0 ndaj Serbisë në Leskovac të bëjë një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit për herë të parë në play-off për pjesëmarrjen në një botëror. Mbeten ende 2 ndeshje për të luajtur, por me situatën aktuale ekipi e sheh veten në skuadrave të cilat marrin pjesë në këtë fazë tjetër të turneut. Ashtu siç parashikon rregulloria, në play-off marrin pjesë 12 skuadrat që renditen në vendet e dyta në grupet përkatëse në zonën e Europës, si dhe 4 ekipet në bazë të renditjes së Ligës së Kombeve, të cilat kanë mbetur jashtë 2 vendeve të para në kualifikueset e botërorit. Skuadrat që vijnë nga Liga e Kombeve renditen automatikisht në vazhon e 4 në short, ndërsa 3 vazhë të tjera marrin për bazë renditjen e FIFA-s. Sipas situatës aktuale të grupeve, pas ndeshjeve të raundit të 7 të kualifikuesve, Shqipëria e sheh veten në vazhon e 3 në shortin e play-offit, po ashtu si Kosova, e cila mban vendin e 2 në grupin përkatës. Në short do të krijohen 4 mini grupe ku do të ketë secili nga një sfidë gjysmëfinale, vazo 1 me vazon e 4 dhe vazo 2 me vazon e 3. Skuadrat nga vazo 1 dhe vazo 2 do të jenë pritëse të gjysmëfinaleve që janë ndeshje teke dhe me eliminim direkt. Finalja mes fituesve në çdo mini grup do të zhvillohet në një fushë të përcaktuar me short dhe po ashtu do të jetë me eliminim direkt në ndeshje teke. Kjo do të thotë se në situatën aktuale Shqipëria dhe Kosova nuk përballen me njëra tjetrën dhe do të jenë udhëtuese në gjysmëfinale ndaj një prej këtyre 4 skuadrave: Poloni, Çeki, Hungari dhe Skoci në play-offin i cili luan ndeshjet e para më 26 mars 2026. Ndërsa finalet e çdo mini grupi do të luhen më 31 mars 2026 dhe do të përcaktojnë 4 skuadra të cilat do të shkojnë në botërorin 2026.